Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 11 dhjetor dhe ne si çdo ditë do të udhëtojmë pas në kohë, art dhe histori për të ndjekur zhvillimet më të fundit të historisë. Do të vjojmë fillimisht me ngjarjet ku do të shkojmë pas në vitin 1941, një kthesë e madhe në luftën e dytë botërore. Gjermania dhe Italia i shpallin luftë Shteteve të Bashkuara duke përfshirë Amerikën në konfliktin global që do të ndryshonte historinë. Në vitin 1936, skandali i dashurisë mbretërore që tronditi Mbretërinë e Bashkuar. Mbreti Eduardi VIII abdikon thronin për të jetuar jetën me Wallis Simpson, një grua amerikane që e dashuroi pavarësisht rregullave të oborrit. Në vitin 1946 lindi një shpresë për fëmijët e botës. Në këtë ditë u themelua UNICEF, organizata që ende sot ndihmon miliona fëmijë të kenë një jetë më të mirë. Në vitin 1972 u shënua një hap i fundit drejt hënës. Astronautët e Apollo 17 u ulën për herë të fundit në sipërfaqen e hënës, duke përfunduar epokën e misioneve hënore të NASA-s. Në vitin 1994, Rusia nis luftën e parë çeçene, një konflikt brutal që do të shënonte vite të gjata dhimbjeje për popullin çeçen dhe një sfidë për politikën ndërkombëtare. Ngjarje 1886. Klubi futbollistik Dial Square FC nga Woolwich, Londër, që më vonë do të njihet si Arsenal FC, luan ndeshjen e parë duke fituar me rezultat 6-0 ndaj ekipit Western Wanderers. 1946. U themelua UNICEF. 1958. Upper Volta shpalli pavarësi nga Franca dhe u bë Republikë Autonome në Komunitetin Francez. 1961. Melvin Kelvin u nderua me çmimin Nobel në kimi për procesin e fotosintezës. 1964. Che Guevara mbajti fjalim në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara në New York City. Një terrorist i panjohur gjatë fjalimit hodhi një bombë drejt ndërtesës. 1972. Apollo 17 u bë misioni 6 që zbriti në hënë. 1990. Studentët takohen me presidentin e vendit, Ramiz Alin. Ata i bëjnë të ditur atij kërkesat e tyre. 1998. Thai Airways Airbus A310-200 u rrëzua afër aeroportit Surat Thani Aeroport dhe la 101 të vdekur. 2001. Kina i u bashkua organizatës tregtare botërore. Lindje. Por kush ishin personazhet e famshëm që lindën në datën 11 dhjetor? Në vitin 1475, Papa Leo IX, një figurë e fuqishme e rilindjes, i njohur për ndikimin e tij në art dhe politik, lindi në këtë datë. Në vitin 1803 lindi gjithashtu Hector Berlioz, gjeniu francez që krijoi muzikë që fliste për pasionin, dramën dhe emocionet e thella të shpirtit njerëzor. Në vitin 1818 kemi ardhjen në jetë Aleksandr Solzhenitsyn, një zë i guximshëm që me penën e tij tregoi tmerrin e regjimit sovjetik dhe fitoi çmimin Nobel për letërsi. Në vitin 1922, Grace Paley, shkrimtare amerikane që shkronte artin me aktivizëm, duke treguar histori që frymëzuan breza të tërë, erdhi në jetë. Në vitin 1967, Monique, aktoria dhe komediane amerikane që sfidoi stereotipet dhe shkëlqeu në ekran, erdhi në jetë duke fituar një Oscar për rolin e saj mbreslënës. Lindje 1803. Lindi Hector Berlioz, kompozitor, shkrimtar dhe kritik francez. 1843. Lindi Robert Koch, bakteriolog gjerman. 1911. Lindi Naguib Mahfouz, letrar egjiptian. 1943. Lindi Hélène de Benoist, publicist dhe akademik francez. 1974. Lindi Rey Mysterio, mundës amerikan.
Por po ashtu data 11 dhjetor nuk shënoi vetëm lindje, por po ashtu edhe vdekje të personave të rëndësishëm në histori. Do të kthehemi pas në vitin 1282, ku lë nivel ap Grufund, princi i fundit i pavarur i Walesit, ra duke mbrojtur adeon e tij nga pushtuesit anglez. Në vitin 1840, Marie Louise, gruaja e Napoleon Bonapartit, që jetoi një jetë mes lavdisë perandorake dhe tragjedisë, vdiq gjithashtu. Në vitin 1937 kemi ndarjen nga jeta të Aleksandër Mojsiut, aktori shqiptar që largjuar në skenat e Europës, duke frymzuar një brez artistësh. Gjithashtu në këtë datë ra dhe legjenda e muzikës soul. Në vitin 1964, Sam Cooke, legjenda e muzikës soul, një zë që ende tingëllon me dashuri dhe shpresë, pavarësisht ndarjes së tij tragjike nga jeta. Në vitin 2008, Betty Page, ylli që u bë simboli një epoke dhe ikon e kulturës pop, la pas një trashëgimi të veçantë. Vdekje 1918. Vdiq Ivan Kankar, letrash sloven. 1995. Vdiq Miko Tripelo, politikan kroat dhe njëri nga udhëheqësit e pranverës kroate. Festa dhe përvjetor. Dita ndërkombëtare e maleve. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën edhe shëndeti. Mendja është një barishte shumë e pasur në ushqyes për vlera në shëndetin ton. Vitamina dhe mineralet që ajo përmban e rendisin atë ndër erëzat dhe barishtet më të shëndetshme për organizmin. Në mjekësinë popullore kineze, mendja përdoret gjërësisht për vlerat e saj qetësuese dhe aromatike. Ajo konsiderohet shumë e dobishme në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë, mushkërisë dhe zorës së trashë. Mendja sjell shumë benefite për shëndetin. Ka një përmbajtje të lartë antioksiduese që është një nga karakteristikat më bazë që e bëjnë mendjen kaq beneficiale për shëndetin tuaj. Kjo bim përmban vitamina A, B, B1, B2 dhe C, si dhe mineralet si zinku, kalciumi dhe magnesi. Mentoli përbërja në gjethet e mentes që u jep aromën e këndshme. Ka gjithashtu feti analgjezike, anestike dhe jo irrituese, ja cilat janë disa nga benefitet që sjell konsumimi i gjethteve të mentes. Konsumimi i rregullt i gjethteve të mentes ndihmon në përmirësimin e sistemit tretës. Mentoli është një përbërës që gjendet tek të gjitha barishtet e familjes botanike, ku bën pjesë mentja ose nenexhiku, të cilat qetësojnë muskujt e aparatit tretës duke zbutur dhimbjet. E ftohura. Vlerat e mentes janë në përgjithësi pozitive në zhbllokimin e rrugëve të frymarrjes të prekura nga i ftohti dhe gripi. Ndihmon në zhbutjen e simptomave të alergjisë. Acidi rosmarinik, një agent antioksidues dhe antiinflamator në mente, është studuar shumë për potencialin që ka në lehtësimin e simptomave të alergjisë sezonale dhe të astmës. Ky antioksidant punon duke parandaluar enzimat COX-1 dhe COX-2. Higjiena e gojës. Mendja ndihmon në largimin e erës së keqe të gojës. Ajo është efikase kundër mikrobeve që akumulohen në dhëmb dhe në qiellës dhe optimizon higjienën e gojës. Funksionet e trurit. Aroma e mentes mjafton për të përmirësuar fuqinë e trurit dhe për të përmirësuar funksionet dhe aftësitë e tij. Mendja për tretje të shkëlqyer. Vaji esencial i mentes dhe nenexhikut përshpejton zbrazjen e stomakut nga mbetjet ushqimore. Mendja zbut dhe qetëson fytyn, hundët dhe pjesë të tjera të sistemit të frymarrjes. Është analgjezike. Studimet të kryera në Gjermani dhe Iran kanë arritur në të njëjtin përfundim. Mendja është një ilaç i mirë kundër dhimbjeve të kokës dhe migrenës. Në të dy rastet, ekspertët kanë konstatuar redukim të dhimbjeve në masën rreth 40%.
Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për gjeniun që pushtoi skenat e Europës. A mund të imagjinoni një shqiptar që me zërin e tij magjepsës dhe interpretimin e thellë i bëri për vete teatrot më prestigjioze të Europës? Kjo është historia e Aleksandër Mojsiut, një aktor që nuk njihte kufi. E lindur në kavaj në një familje të thjeshtë, Mojsiu zhvendos në Vjenë dhe më pas në Berlin. Origjinaliteti i tij si aktor shpërtheu. Ai nuk fliste shqip rrjedhshëm, por në skenë magjepsi audiencat në gjuhë të huaja me një interpretim aq të fuqishëm, sa nuk kishte nevojë për përkthim. Zëri i tij konsideroi muzikë në fjalë dhe çdo emocion që përcjellte prekte zemrat e publikut. Mojsiu ishte një artist i kërkuar nga regjisorët më të famshëm të kohës dhe interpretoi role të pavdekshme si Hamletin dhe Faustin, duke u kthyer në një ikonë ndërkombëtare. Por ndonse fitoi famë dhe respekt në mbar Europën, ai kurrë nuk harroi origjinën e tij shqiptare, të cilën e mbante me krenari. Vdekja e tij në vitin 1937 la pas një boshllëk të madh, por trashëgimia e tij vazhdon të frymëzojë artistët e rinj shqiptar dhe ndërkombëtar. Për nder të tij, sot mbajmë emrin e tij në kinoteatrin e qytetit të Kavajës dhe teatrin e Durrësit. Gjithashtu edhe Gjimnazi i Kavajës mban emrin e tij, një simbol i pavdekshëm i artit dhe kulturës shqiptare. Robert Henrik Hermann Koch lindi më 11 dhjetor 1843, vdiq më 27 maj 1910. Ishte mjek dhe mikrobiolog gjerman. Koch mori çmimin Nobel për fiziologji dhe mjekësi në vitin 1905. Instituti Robert Koch është emëruar në der të tij. Para se të hyjë në shkollë më 1848, ai u mësua si të shkruaj dhe të lexoj. Ai diplomoi nga shkolla e lartë në vitin 1862, duke kaluar shkëlqyeshëm në shkencë dhe matematik. Në moshën 19 vjeç, ai shkoi në Universitetin e Göttingenit, duke studiuar shkencat natyrore. Sidoqoftë pas 3 semestrave, ai vendosi të ndryshojë studimin në mjekësi, pasi dëshiroi të bëhej mjek. Në janar të vitit 1866, Koch diplomoi prej shkollës në mjekësisë. Në korrik 1867, Koch u martua me Emma Adolfine Josephine Fritz dhe të dy kishin një vajzë, Gertrude, në vitin 1868. Martesa e tyre përfundoi pas 26 vite në vitin 1893. Më vonë në të njëjtin vit, ai u martua me aktoren Hedwig Freiberg. Më 9 prill 1910, Koch pati sulm në zemër dhe kurrë nuk bëri shërim të plot. 3 ditë pasi ligjëroi për hulumtimin e tij për tuberkulozin në Akademia Prusiane të Shkencave, Koch vdiq në Baden-Baden në moshën 66 vjeç. A keni menduar ndonjëherë se si arrini të reagoni në çast kur diçka e papritur ndodh? Kjo pra do të jetë tema që do të flasim në rubrikën Kuriozitete sot. Për shembull, një filxhan kafeje që rrëshet nga trueza, pa e menduar, dora juaj shkon instinktivisht për ta kapur. Por çfarë ndodh në të vërtetë brenda kokës tuaj në ato sekonda vetëdimtare? Truri juaj ka një aftësi të jashtëzakonshme, ai mund të parashikojë të ardhmen e afërt. Kjo aftësi nuk është diçka magjike, por rezultati i një mekanizmi kompleks, të quajtur parashikimi neuromotorik. Në çdo moment, truri juaj po përpunon të dhëna nga mjedisi që ju rrethon, nga përvoja juaj e kaluar dhe nga zakonet që keni formuar me kalimin e kohës. Pjesë si korteksi parietal dhe lobi frontal punojnë së bashku për të krijuar skenar të së ardhmes në kohë reale. Në rastin e filxhanit që rrëshqet, truri juaj analizon shpejtësinë dhe drejtimin e lëvizjes. Parashikon vendin ku mund të përfundojë dhe nis komandën për dorën tuaj, shpesh para se ta kuptoni vetë. Ky proces që ndodh brenda një pjese të sekondës është një shembull i shkëlqyer se si mendja jon është gjithmonë një hap përpara. Kjo aftësi nuk është e kufisuar vetëm në reagime fizike, ajo shtrihet edhe në emocionet dhe sjelljet tona. Për shembull, kur jeni në një bisedë të sikletshme dhe parashikoni reagimin e dikujt bazuar në tonin e zërit apo shprehjen e fytyrës, truri juaj po përdor të njëjtat mekanizma. Parashikimi është thelbësor për mbijetesën tonë, por edhe për mënyrën se si e përjetojmë botën. Na ndihmon të shmangim rreziqet, të përgatitemi për sfida dhe të ndërveprojmë të tjerët në mënyrë më efektive.
Në fakt, është si të keni një kristal magjik brenda mendjes që udhëzon çdo ditë, edhe kur nuk jeni të vetëdijshëm për të. Aftësia për të parashikuar është një superfuqi e heshtur e trurit që e përdorim çdo sekond të jetës sonë, dhe kjo është magjia e të qenit njeri. Christian Dior është një markë legjendare me një histori gjysmëshekullore. Në emrin e tij kuptohet gjithmonë hieshi, luks dhe elegancën e të gjithë gamës kozmetik, rroba dhe parfume. Christian Dior ishte i dyshim për të gjitha llojet e parashikimeve dhe nuk i imagjinonte se si do të mbetej pa para, sepse babai i tij ishte një biznesmen i famshëm. Prindërit i dërguan një karrierë diplomatike, por nuk u kthyen në dëshirën e tij për të bërë artist, dhe kështu i ri u dërgua në shkollën e shkencave politike të Parisit. Por karriera e tij politike nuk ka funksionuar dhe dëshira për të përkushtuar veten në art ishte shumë e fortë. Kristiani dhe shoku i tij bashkohen dhe vendosin të hapin një art galeri. Diori ra në boheminë e Parizanit dhe nuk mendoi se kjo do të mbaronte, por në një moment gjithçka ndryshoi. Në vitin 1931 Kristiani ishte lënë pa nënë, babai i tij mashtroi partnerin dhe ai falimentoi. Galeria e fotografive u mbyll dhe Diori mund të mbijetonte vetëm me ndihmën e miqve të tij. Mungesa katastrofale e parave e bë Diorin të kujtonte pasionin e tij të fëmijërisë, domethënë tërheqjen. Për gazetën Figaro ai pikturonte një seri skishash të kapeleve dhe veshjeve. Kristiani mori tarifën e parë dhe e kuptoi se ky ishte një hobi që do t'i sillte atij para, dhe u angazhua në krijimin e rrobave për countries të ndryshëm. Historia e markës fillon pas luftës. Një manjat tekstili bëri një ofertë për Diorin për të bërë një drejtor arti në shtëpinë e tij të modës. Detyra ishte ta ngrinte në këmbë pas luftës së dytë botërore. Kristiani pranoi dhe gjithmonë e dinte vlerën e talentit të tij, kështu që vendosi kushtin e parë që shtëpia e modës të quhej shtëpia e Christian Dior. Gjendja u pranua dhe Diori filloi punën. Në vitin 1947 në Paris, ku në dimër pas luftës pati probleme të vazhdueshme me qymyrin, benzinën, energjinë elektrike dhe ujin e pastër, Christian Dior tregoi koleksionin e tij të parë, të cilin e quajti Pamja e re. Vajzat në podium duket i ishin lulet më të bukura ekzotike, dorën në veshje të mrekullueshme. Shikuesit u manitën dhe admironin këtë festë midis Parisit të pas luftës. Christian Dior u dha atyre përsëri për të kuptuar se gratë janë të buta dhe të bukura. Shfaqja e parë solli sukses të pabesueshëm. Korçer tha se donte të tregonte ngjashmërinë e grave me lulet. Në atë kohë të pas luftës doli të ishte pikërisht ajo që mungonte gjysma e femrës. Pra Diori filloi të perceptohej si një idhull i cili u krye në feminitet dhe butësi, kurse që parashikimi i ciganëve u bë realitet. Ishin gratë ato që i sollën atij suksesin. Për disa vite shtëpia e modës së Diorit është ndruar në një rrjet të madh ndërmarrjesh me 2000 vetë që punonin atje. Diori nuk kishte ndonjë punë përveç manualit. Absolutisht të gjitha rrobat duhet të shoqëroheshin nga një punë e përpikt. Stilisti i modës nuk donte që shtëpia e modës të bëjë një ndërmarrje që prodhonte në vepër të pakufizuar të artit, përndryshe nuk do të mund të quheshin në atë mënyrë. Couturier trajtoi veshjet si qenie të gjalla. Me kalimin e kohës, Christian Dior u bë i famshëm për ekstravagancën e tij dhe vendosi të hapte një kompani që prodhonte parfume. Në fund të fundit shpirtrat janë vazhdimi i veshjes dhe kompletojnë plotësisht imazhin. Në këtë Diori ishte i sigurt. Pra parfumi i parë u shfaq në emrin e markës Dior, Diorissimo, Doriana, J'adore dhe Miss Dior. Ata ende gëzojnë popularitet të pabesueshëm dhe konsiderohen si klasik. Në vitin 1956 u lirua parfumi Diorissimo, me cilin theki kryesor është maskota e shtëpisë së Diorit të Luginës. Këto ishin parfumet e para në cilat kjo aromë ishte e pranishme. Diori nuk u ndal atje dhe vendosi të hapte një djeg tjetër të shtëpisë së Diorit, e cila do të prodhonte kozmetik. Në fund të fundit, Korçer kuptoi se kozmetika do të gjente aplikimin e saj në tualetin e grave. Në vitin 1955 Dior lëshoi buskuq, në vitin 1961 manikyrin e thonjve dhe në vitin 1969 filloi prodhimin e kozmetikës me seri. Marka gjithmonë është përpjekur të gjejë kombinimin e duhur të ngjyrave për të gjithë serinë. Dior kurrë nuk u përsërit kur krijoi ngjyra të reja, sa herë që u përzgjodhen ngjyra të reja, por të gjitha u përzgjen në harmoni me njëra tjetrën. Stilisti i modës punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe kjo nuk mund të ndikonte mirë në shëndetin e tij. Për herë të parë ai nuk dëgjonte tregimtarin e tij dhe shkoi në Itali për trajtim. Në 24 tetor 1957 në Itali, Christian Diori vdiq nga një atak në zemër. Pas vdekjes së tij, Yves Saint Laurent u bë dizajner kryesor i shtëpisë, në kohën kur ishte akoma projektues i ri i modës që punonte në firmë për 4 vite. Në vitin 1960 ai u thirr për shërbim ushtarak dhe u zëvendësua nga Marc Bohan, i cili në vitin 1989
2009 zëvendësoi Gianfranco Ferre dhe në vitin 1996 projektuesi kryesor i modës në shtëpinë e Christian Dior ishte John Galliano. Aktualisht marka Dior është e shpërndarë në 23 vende dhe dyqanet e kësaj marke mund të gjenden dhe në Japoni, Australi, Brazil, Kinë dhe në vende të tjera të botës. Sot shtëpia Dior është ende një nga shtëpitë më të famshme dhe elegante të modës në botë. Me një trashëgimi që përfshin të paktën 7 dekada, shtëpia vazhdon të shfaq veshje dhe aksesorë nga dizajnerët më të mirë të modës, duke mbështetur gjithashtu shumë projekte dhe iniciativa bamirësie në mbar botën. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 11 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të sjellë diell në të gjitha zonat, ndërsa pasditja pritet të sjellë vranësira të pakta lokale në lindje dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 9 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 3 deri në 8 metra për sekond, ndërsa në bregdet deri në 12 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 10 dhjetor do të jetë në orën 6:49 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 3 deri në 14 gradë Celsius. Kukës -2 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi 0 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 4 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 2 deri në 13 gradë Celsius. Berat 3 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 12 gradë Celsius. Sarand 7 deri në 14 gradë Celsius. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 11 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të thata atmosferike, duke sjellë mot të kthjellët dhe me vranësira të pakta. Paraditja do të jetë pothuajse e kthjellët në të gjithë vendin, ndërsa pasditja sjell re të lehta kalimtare në lindje dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 11 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët nga 1 deri në 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 10 dhjetor do të jetë në orën 6:48 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -3 deri në 5 gradë Celsius. Podujev -4 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj -3 deri në 4 gradë Celsius. Pej -2 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë -3 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 6 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan -3 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj -4 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -4 deri në 2 gradë Celsius. Suharek -2 deri në 5 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 6 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në këtë njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.